Fryhemi si gjela dhe krenohemi që njohim historinë e lashtë, adhurojmë periodën klasike helenistike dhe jemi një popull që nëse dikush guxon të zgjatet pak më shumë, duam direkt t'i presim kokën. Shqiptarëve u kemi borxh shumë. Na bën njerëz u kujdesën për të moshuarit tanë, rregulluan shtëpitë tona dhe akoma bën dhe punët tona bujqësore, dhe kryesorja është se pak këto familje, shkolla, të shumta në zonat apo fshatra të largët, do të ishin mbyllur. Kur erdhëm për herë të parë në Greqi, vetëm me trunjë pemësh nuk i lam të qëndronin, dhe gjithçka që bën e arritën vetë, duke bërë 3 punë në të njëjtën kohë. Ofendohem pra si Arvanita se që Liosia e ndërrua me Ilion, me Nidin në Açarnai, një ignorancë e pabesueshme. Çështja e Arvanitit është një pjesë shumë e rëndësishme e historisë sonë, por ne preferojmë ta varrosim. Padyshim, nacionalizmi grek do të na nxjerrë edhe këtë historiane greke si të çmendur apo të shkarë nga trut, ashtu si të shënzorën edhe historianë të tjerë grek të nderuar siç janë Eftimiu, Varemi, por edhe historianën bizantinologe të klasit botror Eleni Arveler, por edhe më shumë të tjerë. E vërteta nuk mund të fshihet sa do të përpiqet nacionalizmi grek për t'i dhënë të bardhës të zezë. Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, ka reaguar pas deklaratës tumbuese të kryeministrit në detyrë Albin Kurti në tubimin e hapës të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve. Kurti, mes të tjerash, tha: "Ju e dini, unë nuk e jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetarë të cilët nuk dinë të punojnë mirë, apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata që nuk dinë dhe nuk duan punë, e as ata që dinë e nuk vjedhin." Për këtë deklaratë të tij, Musliu Shoshi tha se pikërisht Kurti është sinonimi i mospunës dhe hajnis. Shkruan Index Online. Albin, qytetari, nuk do t'i votojë ata që kanë dëshmuar se nuk dinë të punojnë mirë, apo ata që vjedhin. Pikërisht ti je sinonimi i mospunës dhe hajnis, u shpreh ndër të tjera ajo në këtë reagim ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti.